Në përgjithësi ne kemi një lloj kompleksi, jo inferioriteti, por një kompleksi që na vjen nga historia, nga ajo damkosja që na është bërë që për çdo çështje që lidhet me të kaluarën tonë, me identitetin tonë, me historinë tonë, të duket sikur po ngacmojmë folen e grerzave dhe sikur po çojmë ujë ketezat e Shqipërisë madhe, kombit që kërkon një bashkim kombëtar e kështu me radhë dhe për fat të keq prej kësaj kanë rënë shumë institucione dhe ne kemi bërë një lloj ngrirje ose një lloj vendosje të shumë këtyre elementeve i kemi futur në frigorifer në emër të asaj që të jemi në rregull me botën, të jemi në rregull me të tjerët. Por në fakt trajtimi i këtyre çështjeve e bën më të vërtet edhe marrëdhënien ndërfqinjësore, i paraprin edhe situatave të papëlqyeshme. Vetë Frečkovski, nëse s'gaboj në intervistën e tij, e thotë që nëse ne do të kishim plotësuar kërkesat e shqiptarëve, nuk do të vinim tek ballafaqimi i një konflikti etnik. Pra, edhe këto tema, siç janë mbrojtja e një etniteti kulturor, fetar, gjuhësor, kombëtar, etnik, apo edhe çështje të tjera që besoj do të trajtohen, janë shumë të dobishme që më mirë të diskutohen, të hapen, se sa të akumulohen dhe pastaj të bëhen agjendat të rrezikshme të grupacioneve populiste apo të aktorëve të cilët mund t'i përdorin për interesa të ngushta, të shpejta, por nuk janë që zgjidhin çështjet. Prandaj hapja e këtyre temave nuk duhet të na kompleksojë. Kjo është sa për ta filluar. Juve si ambasadora keni patur rastin të merreni me këtë tematika, të bashkëpunoni, të komunikoni me përfaqësues spikatur këtij komuniteti? Pa diskutim. Jo vetëm që kemi bashkëpunuar, kam takuar shumë nga personalitetet që në një periudhë të caktuar, sidomos nga viti 2012, ka qenë një lloj periudhe e një lloj rilindjeje të elementit ortodoks shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe deputeti Branislav Senadinovski, Branko Meljalkovski dhe shumë personalitetet të tjera ishin ata që u përpoqen të japin zë këtij lloj realiteti të neglizhuar për disa dekada me radhë. Ajo çfarë unë mund të vë re me keqardhje është se problemi nuk është vetëm tek shqiptarët në Maqedoni dhe tek shqiptarët ortodoks në Maqedoni. Problemi fillon në Tiranë. Dhe nëse duam ta vëmë gishtin në plagë, duhet ta vëmë tek institucionet tona shkencore, të cilat nuk kanë bërë studime të mirëfillta që ne t'ju ofrojmë element të përtej propagandës ditore, përtej përdorimit politik nga një politikan i caktuar apo një grupim i caktuar, të kuptojmë, ta vendosim të në një plan të një rrafshi, të një diskutimi historik. Përballë enciklopedisë së Maqedonisë, e cila ka qenë një problem krejt më vete dhe në një farë mënyrë i turbulloi gjithë këto lloj urash edhe kam patur ato përplasjet e mia për këtë gjë, po lidhur me elementin ortodoks shqiptar, nuk u përfitua themi nga hapja e këtij debati nga vetë Akademia e Maqedonisë së Veriut, tani po e Firomit atëherë. Pra, hapja e këtij debati duhet ishte shumë i rëndësishëm dhe i shëndetshëm nga institucionet shqiptare.